Një ngjarje shqetësuese e rriten rastet e braktisjes së foshnjave në Kosovë. Vetëm në janar u braktisën 3 foshnje, përderisa vitin e kaluar pati gjithsejt 32 braktisje të foshnjave që përfunduan në familjet strehuese. Të dhënat e klinikës së neonatologjisë të qendrës klinike universitare të vendit tregojnë që po rriten rastet e foshnjave të braktisura. Vetëm në janar u braktisën 3 foshnje, përderisa vitin e kaluar pati gjithsejt 32 braktisje të foshnjave që përfunduan në familjet strehuese. Në sallën jo fort të madhe dëgjohen të çara të forta foshnjash. Ato kanë ardhur në jetë vetëm disa javë më parë dhe sapo lindën, u braktisën nga nënat e tyre biologjike dhe u lanë në klinikën e neonatologjisë në qendrën kryesore spitalore të vendit. Në këto hapësira, zërave të tyre u përgjigjen jo ata që u dhan jetë, por stafi i klinikës. Drejtori i klinikës së neonatologjisë, Luan Morina, tregon për kujdesin ndaj foshnjave të braktisura. Aktualisht në klinik i kemi 2 foshnja të lëna pa përkujdesje prindrore, thot Morina. Nga fillimi i këtij viti, aty janë regjistruar 3 raste ku foshnjat u braktisën. Njëra foshnje është dërguar në një familje strehuese përmes ndërmjetësimit me qendrën për punë sociale të komunës, shpjegon ai. Si arsye më të shpeshta të braktisjes së foshnjave nga prindrit biologjik, sidomos nënat, mjekët përmendin të qenit fëmijë jashtëmartesor, varfrinë apo rrethanat e tjera të rënda sociale. Neglizhencën prindrore e në disa raste edhe dhunën në familje. Por jo vetëm këto. Foshnjat sipas mjekëve po braktisen edhe për shkak të anomalive të lindura apo sëmundjeve të pashërueshme. Në këtë situatë për këta fëmijë janë 2 adresa strehimie për kujdesjeje. Familjet adoptuese apo familjet strehuese që ofrojnë kujdes prindror. Drejtoresha e mirëqenies sociale në komunën e Prishtinës, Adelina Sahiti, thot se aktualisht në kryeqytet janë vetëm 3 familje strehuese, ndërsa nevojat janë shumë më të mëdha. Nevojat janë shumë të mëdha për familjet strehuese në kryeqytet, sepse kemi fëmijë nga komuna e Prishtinës që qëndrojnë në komuna tjera, thot Sahiti, duke shtuar se synimi ynë është që këtë cikël ta përmbyllim duke pasur së paku 6 familje strehuese në kryeqytet. Fata Regjepi nga organizata për fëmijët pa kujdes prindror shpjegon praktikat e kujdesit që kërkohet të ndiqen në këto lloj familjesh strehuese, shkruan RTK. Një familje potenciale strehuese, përveç vullnetit, duhet të jetë mbi moshën 25 vjeçare, të ketë zotësi veprimi, të mos jetë ndjekur penalisht, të ketë hapësirë të mjaftueshme banimi dhe të jetë në gjendje të mirë psikike dhe fizike. Sipas të dhënave të klinikës së neonatologjisë, vitin e kaluar janë braktisur gjithsej 32 foshnja. Prej tyre 12 fëmijë janë sistemuar në familje strehuese përmes qendrave për punë sociale. 19 janë ribashkuar me familjet e tyre biologjike, përderisa janë adoptuar 7 të tjerë të braktisur më herët.